Daud Boriqi lindi në qytetin e Shkodrës më 20 dhjetor 1825 në një familje të njohur për traditat e saj patriotike dhe intelektuale. Baba i tij, Haxhi Mustafa Boriqi, ishte sekretar i Mustafa Pash Bushatliut. Boriqi është fshat në Tivar dhe sipas të dhënave të familjarëve, të parët e tyre janë vendosur në Shkodër në shekullin e 17, rreth vitit 1650. Fillimisht janë vendosur në lagjen Sudbeq dhe më pas në lagjen Perash qytetit, ku vazhdojnë akoma të jetojnë mjaft prej pasardhësve të tyre. Janë njohur si familje me pozita. Bijtë e kësaj familje u punësuan më shumti në administratën publike. Mustafaj i Brezit të Pest ishte sekretar në Stamboll. Daud Boriqi, për cilin po flasim, ishte inspektor arsimi në Stamboll, e drejtor arsimi në Shkodër. Ahmeti në administratën turke si doganier, e më pas në atë shqiptare si drejtor i doganës. Ademi Mustafaj në gjykat, Jonuzi në doganën, Sulejmani në gjendjen civile, Hajriu dhe Ehsani oficer. Ky i fundit në fakt kishte përfunduar akademinë ushtarake. Hoxh Daud Boriqi shkollimin fillor me të vëllain Salihin e morën në mejtepin e Hoxh Ferhatit nga Shkodra. Mejtepi gjendej në pazarin e vjetër. Sipas autobiografisë së tij, pasi mbaroi shkollën fillore, fëmijërinë e kaloi pranë familjes. Daud Boriqi në autobiografinë e vet shënon se që në vitin 1839 kishte filluar ta mësonte arabishtën dhe të merrte mësime fetare nga myderriz shqiptar të njohur, siç ishte Saleh Efendia i Madh, Mulla Ahmet Hadri, Mulla Sylo Fakja dhe të tjerë të huaj të medresesë së Çapës, themeluar nga Mehmed Pash Bushatliu.